Pavarësisht se nisi me shi dita e fundit e nëntorit, kjo nuk i ka penguar vrapuesit e shumë të Vlora Half Marathon të bëhen pjesë e eventit sportiv më të bukur të qytetit, që vit pas viti po bëhet traditë e sheshit të Flamurit. Gara është kthyer në një traditë të qëndrueshme për qytetin, duke u zhvilluar në një nga itineraret më të bukura bregdetare, duke sjell energji sportive në rrugët kryesore të tij. Vlora tashmë e ka kthyer në traditë e maratonës, por sot është ditë e veçantë sepse bëhet me 30 nëntor edhe bëhet për festat e Flamurit, që ka një disi të veçantë edhe për mua, sepse për shumë vite jam munduar ta përfaqësoj Flamurin sa më denjësisht, kështu që është emocion i veçantë. Jam shumë e lumtur që sot jam këtu edhe pse jo si garuese, por pse jo për të mbështetur gjithë ato që vrapojnë edhe për të thënë që sporti është forcë, bën më të fortë, më të bashkuar dhe shpresoj që vitet tjera të rritemi gjithmonë më shumë. Ishte fantastik. Ndoshta edhe shiu bëri rolin e tij sepse i dha pak sakrificë dhe shumë emocion. Ishte shumë kënaqësi. Sigurisht ka qenë shumë pozitiv, unë bëra 21 kilometra. Është një garë itinerar fantastik për kohë të mira. Shiu na ndoqi pak me 5 kilometrat e para, që na pengoi pak në ritmin tonë. Po ishte një garë një trajtshme. Ja vlen gjithmonë Vlora është bukur të vrapohet. Emocionuese ishte ceremonia organizuar për shpërndarjen e çmimeve të maratonës ndërkombëtare. Aktiviteti u përshëndet edhe nga deputetja e Vlorës Zamira Sinaj. Urime Bashkisë Vlorë dhe Klevisit, kryetarit të Partisë Socialiste, për organizimin. Shumë faleminderit dhe për pjesëmarrjen e gjithë të ftuarve. Duke shpërndarë çmimet, themeluesi në Vlorë i Vlora Half Marathon, Klevis Kaso, shprehu emocionet që kjo maraton është kthyer tashmë në një traditë dhe që po rritet çdo vit. Faleminderit shumë, është emocion shumë. Zoti President, kjo maraton e nisur ishtazi, po bëhet si ai fëmia që rritet e ti shikon me shumë kënaqësi që merr ato virtytet e një fëmie të rritur mirë. Kështu është dhe kjo maraton është më popullore tashmë. Ju falenderoj shumë që morët pjesë dhe ta kthejmë në një traditë të vrapojmë për veten, të vrapojmë për qytetin, Run for Independence. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, duke ju referuar kushteve jo të mira meteorologjike, tha se Vlora shijohet edhe në ditë me shi, pasi është qyteti që përballon sfidat. Vlora shijohet edhe në ditë me diell, Vlora shijohet edhe në ditë me shi, sepse është qyteti që përballon sfidat edhe s'ka se si të ishte ndryshe, edhe sot me sfidash ne kemi fitimtarët e garave. Një falenderim për policinë e shtetit, një falenderim për policinë bashkiake, edhe për gjithë pjesëmarrësit, edhe një falenderim nga zemra Fidel Yllit. Njeriut model, që kudo modelin e vete ka replikuar edhe shpresoj fort që në qytetin e Vlorës t'jesh vlonjati i ri i olimpiadave. Faleminderit. Fituesi i garës më të vështirë për 21 kilometra u shpall ukrainasi Bogdan Simonovic, i cili është shprehur i kënaqur për fitoren, ndërsa nuk munguan dhe garues të tjerë që ishin të lumtur me këtë pjesëmarrje. Fation Konomin from Macedonia, second place, Dimitar Petrovski, and the winner from Ukraine, Bogdan Semenovic. Wow, be careful. Thank you very much. If shqiptari normalisht do të marrim intervistë, shqiptarit tonë që kemi festa, gjithmonë në podiume. Po, sikur po na bëhet shumë zakon tani, por po ishte një garë shumë e bukur, një itinerar shumë i shpejt. Koha në fakt ishte gjë e mirë që ishte shiu se na mbajti freskët dhe shijuam shumë. Shumë faleminderit.